Prokuroria speciale ka ngritur akt akuzë ndaj ministrës në detyrë të industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Hajdari, ish zëvendës sekretarit Irfan Lipovica, drejtorit të Departamentit të Rezervave Shtetërore Hafiz Gara dhe afaristit Ridvan Muharremi. Sipas akt akuzës, këta persona i kanë shkaktuar buxhetit të Kosovës dëm afro 3 milion euro përmes keqpërdorimeve në procesin e furnizimeve të rezervave shtetërore gjatë vitit 2022. Të pandehurit pretendohet se kanë shmangur konkurrencën duke lidhur kontrata me procedura të negociuara të paleqshme. Në qendër të skandalit është kontrata për blerjen e 10.000 ton grur nga një kompani turke në vlerë afro 5 milion euro e lidhur më 15 mars 2022. Referuar diferencës në mes të çmimit të kontraktuar të grurit prej mbi 483 euro për ton dhe çmimit mesatar të tregut për muajin mars që ishte 290 euro për ton, rezulton se çmimi për një ton grur është kontraktuar mbi 193 euro më shumë se sa çmimi mesatar i tregut në Kosovë, e që diferenca në çmim me raport me 10.000 ton grur është mbi 1.900.000 euro, që konsiderohet dëmi shkaktuar në këtë pikë. Për më tepër, kompania turke nuk e ka përmbushur obligimin kontraktual duke sjellë 59 ton grur më pak, çka i ka shtuar dëmit edhe mbi 28.000 euro. Në akt akuzë më tej thuhet se të pandehurit Hajdari, Lipovica dhe Gara kanë negociuar dhe nënshkruar kontratë edhe me një kompani tjetër për blerjen e 200.000 litra vaj dhe 120.000 kilogram sheqer. Mirëpo, përkundër pagesës së kryer, malli nuk ishte pranuar asnjëherë. Megjithatë, njësit e drejtësisë thonë se rasti duhet të trajtohet me shumë prioritet nga organet e rendit. Parimet e së drejtës penale janë njëjta për gjithë ata që janë subjekt i ndonjë procedure. Prezumimi i pafajësisë është njësoj për të gjithë, pavarësisht të statusit të tyre shoqëror, pushtetit politik. Meriton trajtim të drejtë dhe informim për publikun për të gjithë përmbajtjen e akt akuzës dhe zhvillimin e gjykimit. Në vitin 2023 ishin arrestuar ish zëvendës sekretari Irfan Lipovica, afaristi Ridvan Muharremi dhe zyrtari Hafiz Gara. Po këtë vit u krye mbastisje në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Lidhur me këtë rast, ftesë për intervistim ka pranuar kohë më parë edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, por nuk është paraqitur në prokurorinë speciale.